Të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër, sot në këtë studio. Unë jam së bashku me një krijues të suksesshëm, por edhe një aktor të njohur të skenës në Shkodër. Gjatë bisedës natyrisht do të njihemi më shumë me krijimtarinë e tij, por edhe me aktivitetin e tij si aktor i njohur. Është zoti Qazim Çela. Mirëmëngjes Qazim, mirë se keni ardhur në studion tonë. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Të thëmë drejtën faleminderit që më ftuat, më kishte marrë në ambientet e radios, se disa vite më përpara kemi ardhur dhe kemi realizuar dikur bashkë me stafin e Radio Shkodrës një program të bukur humoristik, 100 fjalë për i pare dhe më kujtuan përsëri këtë ambient. Ka qenë një projekt i bukur me Lek Planin. Vërtet me të ndjerin Paulin Selimi, me aktorët e njohur të Stradës Shkodrës ku merrshin pjesë të gjithë në atë emision të bukur edhe e kujtoj me nostalgji. Është shumë e bukur. Prandaj kur më ftuat sot e niva vetin shumë mirë që po shkoj edhe një herë në radio. Po ti je mirëpritur në radion tonë. Në radion tonë, natyrisht se radio është e qytetarëve të Shkodrës, e njerëzve. Përndryshe nuk mund të kuptohet roli informues dhe sensibilizues i radios, Qazim. Njerëzit dëgjuesi duhet ta ndjejnë veten pjesëmarrës edhe të programeve, edhe të mjaft asaj që ne themi dhe transmetojmë gjatë programeve tona. Ashtu është, megjithse vitet e fundit, kohët e fundit, teknologjia ka ecë shumë dhe janë shtuar shumë stacione kanale televizive, radio të tjerë, përsëri edhe të Shkodra mbetet radio jonë e dashur, cilën e duam edhe e ndjekim. Në fakt ajo që më bëri shumë një shtys për të bërë një ftesë është komedia juaj më e fundit, Frika Caku Bahet Trim. Një komedi që për 4 net me radhë mbushi sallën e teatrit Migjeni. Duart Trokitja, sukses, si ndjeheni? Patjetër që ndihem mirë, mos një komedi të suksesshme ku publiku i Shkodrës e priti mjaft mirë dhe nuk ka se mendon ndryshe kur paraqet humor para popullit të Shkodrës që populli i Shkodrës e don shumë humorin. Është edhe kënaqësi, është edhe përgjegjësi sepse në një vend ku humori buron nga shpirti i njerëzve është disi më e vështirë të bësh humor, po edhe më e vështirë edhe më e lehtë se ata të mirë kuptojnë edhe ta ndjekin humorin. Kena marrë shumë komplimente këto ditë gjatë shfaqjes, kanë qenë ditë të lezetshme për ne. Shfaqja është pëlqyer, megjithse kjo, si më thënë, kjo pëlqim, këta fjalë të mira të vënë në punë për me punu më mirë. Është vërtet të japin përgjegjësi. Japin përgjegjësi, unë isha afër trupës, pothuajse gjatë gjithë kohës dhe pat me një vështirësi nga fundi i provave kur erdhi dhe gati data e shfaqjes, kur njëri prej aktorëve, Anton Kroos, aktorit kryesor, pati një diçka, një humbje jete të dikujt në të afërmit e familjes dhe i vështirësoi provat në ditët e fundit, 4 ditë e fundit, Antoni pothuajse s'ka bën prova fare. Edhe megjithatë, njerëzit që janë pasionantë marrin vendin shpejt dhe gjithçka kaloi mirë dhe shfaqja pastaj nuk unë vrejt kjo mungesë prova e ditë. Në fakt, autori është edhe regjizori, po autori është ai njeriu ndjes që është aty që nga lindja e ides, procesi të shkruarit, paraqitja e materialit, trokitja në një institucion siç është teatri Migjeni, ndjekja e provave, shfaqja, duart trokitjet deri tek përshëndetja e fundit, është ai emëruesi përbashkët që i ndjek të gjitha këto procese. Si ka qenë për ju kjo histori e këtyre proceseve të kësaj komedie? Ju lindi një ide. Në fakt komedia është shkruar vitin tjetër, dhe më thonë në 2018 në verë, është paraqit në teatr në... Si ju lindi kjo ide për ta shkruar këtë? Morët një tip, kishi parasysh dikë, apo krijuat një personazh që krijonte edhe efekte humori? Më kriju një fabull, gjeta një fabull ku shpesh herë njerëz që
tërgohen të fort, edhe pa prit pas del emni për të fort në fëminin e tyne apo në rinin e tyne s'kan kënë atë shkushi. Bile kanë kënë të dopë, bile kanë kënë të qullaca, s'kan kënë një gjanë dhe pa prit pas ndodh një diçka. Një transformim. Një transformim që ky pastaj bëhet trim. Dhe kërkon pastaj edhe poste, edhe detyra, edhe fryhet, edhe kështu, edhe krijo vehet në pozitë mjaft shesharake kur ndodh kjo, kur ju tregon të tjerëve se kush ka kanë ky vogël që e ka rratan lagja, e ka rratan kështu. Prandaj kur më lindi kjo ide, pastaj mbi këtë ide, mbi këtë fabël, mbi këtë tharm, si e tharm i kosit edhe kjo kështu. Punova për të më bërë komedinë, punova dhe e dërzova në teatrin Vjesht. Kishte vite që nuk më vehej komedi që nga 2010 që e funit ka kënë frit ajo Vllai nga babaj dhe tregohemi sinqert se para kësaj më janë kthyr dy tjera që nuk kanë kënë edhe krejt e kështu dhe pata kënaqësinë kur kjo u amushi menin bordit të teatrit që ashtë dajnë për më vu dhe kryesori ishte miku jem, regjizori edhe aktori i njoftën i humorit Besnik Qinari. Besnik Qinari e përshëndesim me shumë dashamirësi. Ne na nolli keq pasi ne në Vjesht se Besniku pati një periudhë që disa probleme shëndetësore dhe u shkoi më vonë. Komedia do të ishte vonë më përpara, po të ishte kënë besa mirë. Edhe me rikthimin e besës unë menova bile se tash si do t'ja bëjmë se besa, kështu po po besa u bën shoqëror mirë, është krejt mirë tani dhe përveç që bani regjinë e çfaqes, mori edhe një nga rolet këtë radhë rolet dytësore bashkë me Zylliha Meloti. Po shumë të rëndësishëm. Shumë. Dhe kur e ke shumë të rëndësishëm, as ti diskutohet me kur i ke në skenë kollos si Zylliha Meloti edhe Besnik Qinari, suksesi i komedisë është i padiskutueshëm. Vetëm hapin e parë Besa dhe Zyli që bëjnë në skenë ka një duar trokitje, një dashuri, një marrëdhënie jashtëzakonshme. I don shumë populli i Shkodrës dhe ka drejt me i dashur për vetë kontributin që kanë dhënë nëpër vite, por edhe për freski që vazhdojnë me sjell përsëri janë të mirë, janë në formë, janë të freskët, janë të lezetshëm. Megjithatë, në qoftë se nuk e di nëse është momenti këtu për me thënë, ajo që na shtuk të risi e kësaj çfaqesh edhe që ka kënaq mua së tepërmi, por edhe publikun edhe Shkodra e ka pritur shumë mirë, e ka kanë përveç Anton Kroos që njihet që ishte rol kryesor, ka kanë loja e tre trive. Në mënyrë të veçantë Ketin Pjalmin në rolin e një vajzë afjatuar me skenën. Një showgirl, nëse mund me thënë kështu. Ajo është këngëtare, është moderatore, është aktore shumë e mirë, është mjaft e lirshme. Do të bëhet e ardhmja e skenës Shkodrës, Madonmania. Megjithëse ajo është po do të ketë një ecuri mjaft të mirë pozitive. Po edhe dy djemë të ri, Ergys Saraçi dhe Vladimir Doda u paraqiten mjaft mirë. Vladimir Doda kishte ishte si në provim, se me thonë se teatri do me e pa për me e marrë, sepse është një djalë që ka kryer shkollën për art dramatik në Itali. Dhe tregoj vetë se ishte mirë. Në rolin e atij djalit çapkën dhe ai djali më i vogël që ishte. Unë besoj që ishte shumë i lirshëm, shumë i natyrshëm dhe i duar trokitur, i pëlqyer nga spektatori. Edhe bile më shpreh kur filloi provat, se më thonë se e ndij veten i emocionuar me lut për krah këtu në kollozve, po kështu edhe Ketli kështu. Megjithatë ngrohtësia që treguan për ta si Besa, si Zyli, si Antoni për me majt afër edhe me mësu, ata një gjoshin me knasi çdo këshill, çdo vretje që u bëhej dhe ishte mësim për ta dhe në qoftë se ata kanë dalë mirë, është edhe merita e Besës që është regjisor që ka punuar mjaft mirë me ta. Në fakt të vihet një vepër, një komedi në skenë dhe të kesh një kast të mrekullueshëm aktorësh, Besa dhe Zyli janë krye, është një bonus i mirë për shkrimtarin, apo jo? Patjetër, thash, mjafton të kesh ata në rolin komedi dhe suksesi është i garantuar. Megjithatë, duhet të rikthehen përsëri për të rit që në dha një shpresë të madhe, jo vetëm këta, unë i njoh edhe të rinj tjerë talentuar, edhe vajza të tjera talentuar si Ketli në Shkodër, që me mush me besim, edhe me besim të plot, që
teatri Migjeni, edhe teatri si teatr, por edhe Teatri Estradës. por edhe teatri Estradës do të ketë vazhdimsi, do të kemi përsëri aktorë të mirë dhe e them me bindje të plot se Shkodrës, se flitet nga njëherë, unë jam kundër kësaj, flitet nga njëherë që nuk i vjen Shkodrës ma kjo, apo ai s'po përmeni emra. Shkodra do të ketë përsëri Tona Banosh, do të ketë përsëri Zyliha Milot, do të ketë përsëri Beshinar, do t'i kemi sepse këta tri premtojnë. Është një tokë e pasur që patjetër që nxjerr Filiza. Ndjes sërish. Qezim, komedia Frikacaku bëhet trim është komedia e fundit, por jo e para. Ju keni shkruar 7 komedi, 5 prej të cilave kanë parë mundësinë e vënies në skenë në teatrin Migjeni. Të fillojmë me Binjakët, Kollovari, O vajzën o komunën, Vllai nga babai. Dhe tash është kjo. Po. Kam shkruar 2 komedi tjera, të cilat njëra është Nuse për vip, për të cilën unë kam ato vëjtet e mia dhe nuk ka bë mirë teatri që ma ka këty, po kam një komedi tjetër që mua më pëlqen, këty nëse pëlqej, po unë do të kuni kam të vihet dikon më nështë nëse se vend teatri Shkodrës, kam një duel grash që unë kam për zemër dhe do të përpiqem ta vë dikon, ose me teatrin e Durrësit, ka thonë Montalidi që e ka pa, ose nështë në teatrin e Prishtinës. Të shkruash në gjinin e skenës, natyrisht nuk është të thjeshtë. Ky është një proces që ka kaluar ndoshta në materialet më të shkurtra tek formëzimi një gjinie të humorit siç është komedia, është me pretendime natyrisht që nga subjekti. Si erdhi kjo rrjedhë? Dëshira për me shkru, si me thonë. Kur kam qenë i vogël, më falni, unë jam fëmija i 5 mes 5 fëmijëve. Pra më i vogli ishte. Më i vogli ishte në vizë. Kam 3 vllazër dhe 1 motër. E kam një vetin gjithmonë i përkthejlur në shtëpi. Ka dashur fati edhe falë tyne që punoshin shumë me mu si dhe mos motra për aspektin e mësimeve, që me kanë nxënësi më i mirë i klasës, që nuk diskutohej. Por e isha i dënuar që të isha edhe recituesi më i mirë i klasës. Edhe në shtëpinë time kërcisnin vazhdimisht provat, me dalë para pasqyrës, si me interpretu, tek me interpretu për botrës. Atëherë kisha një vlla, në 3 vllazë, për njëri prej tyne është marrë më shumë me mu, që më shkruante vjersha, ai vetë se krijote mjaft bukur. Edhe ma injektoi edhe tek unë dëshirën për të krijuar, për me fornizu veten me materiale, mase që u rrita se kur isha i vogël. Ishte diçka interesante në shtëpinë tonë, se sa herë që vinin me që masi flitte baba edhe vllai im me ato miq vinte rradha ime me mvumaja të Valinës dhe me fillu koncertet në shtëpi. Edhe kjo ka qenë skena ime e parë, e nxitja ime për me interpretu, për nxitja edhe për me kriju. Ja di për faleminderit vllait edhe motrës që kanë bë presion tek unë, jo vetëm për me interpretu, por edhe me kriju. Atëherë kur u rrit me ma tepër, shku në shkollën e mesme, me klubin e rinisë, me aktivitetet tjera, shifsha, kisha gjithmonë dëshirën që krahas interpretimit në skenë, po shkruaj material kështu, apo një skeç kështu, për këtë problem, të trajtoj kështu e kështu, e konsultohesha me vllajën, e konsultohesha me të tjerë, më jepnin ata ndonjë ndihmë dhe ishte duke marrë mendimet andej këtej, filloi edhe dëshira për me kriju. Pra redaktorët tuaj të parë ka qenë familja, vllai dhe motra. Familje pa, këta. Motra kishte edhe diçka tjetër. Si zakonisht që motra që janë të mrekullueshme, që më vishte bukur. Një përkujdesje nga të gjitha anët, natyrisht. Për veshjen time, ajo kujdeste vazhdimisht përveç për performancat artistike. Në fakt, ju keni shkruar disa libra që kanë bazën në humor, me skica humoristike, me fabula. Në përgjithësi unë mund të quhem krijuesi humorit, shkrimtar është fjalë e madhe, po. Krijuesi humorit. Modest, po krijues. Në fakt, libri juaj i parë në 95-ën, ju lutem një buzëqeshje. Po ju lutem një buzëqeshje ka pak fabla, ma shumë vjersha satirike. Pastaj vjen libri Gazi Marasi, i cili ka
skicave tregime humoristike, pastaj është libri i tretë Dëgjovesh, pastaj qesh, pastaj vjen një pauzë që ka komedit, nuk jo pa libra, edhe në 2017 vjen libri Shkopi i Qorrit, një libër me fabla, me 100 fabla që është prit mjaft mirë në Shkodër, më janë dhënë mjaft komplimente, kam përjetu tepër kënaqësi kur mjeshtri Fadil Kraja më ka thënë çfarë për fabula ke bëj këtë libër që ke dalë fill në pole position. Sa bukur. Edhe vetëm nuk më pëlqej kur më tha që ti bën mirë më marr vetëm me fabla, për këtë je mjeshtë se vetë. Në fakt ke provuar gjithë këto gjini, skeçe, fabla, komedi, vjersha satirike, deri tekste këngësh. Edhe tekste këngësh. Pa ne spjego pak këtë punën e teksteve se nga njëherë mbeten pak si nuhi autorët e teksteve. Unë kam ftuar një ditë zotin Çekar. Ramazan Çekar. Dhe vërtet jam çuditur, jam surprizuar me mira këngë, 1500 këngë kam shkruar për Shkodrën. Vetëm. Po tash unë dua të njoh edhe Qazimin si autor tekstesh. Po bashkë me zonën e dy tekstazhit më të njohur në Shkodër. Por unë kam hyrë rastësisht në botën e teksteve dhe tani jam shumë i kënaqur dhe një kënaqësi edhe tekstet më japin kënaqësi. Po ta tregoj se si kam hyrë në botën e teksteve krejt rastësisht. Një miku im, që është miku i të gjithëve, sepse është mjeshtri i madh dhe këngëtar i madh Bujar Çamili, para mos ka po bëhen 10 vjet. Nuk e di 10 apo 9 vjet po bëhen, që ka ndodhur ngjarja e 9 janarit, ajo viktimave në Jo, ajo ka ndodhur në vitin 2004. Në 9 janar, dhe pra kanë kaluar 15 vite. 15 vite. Mbi 15 vite. Kjo është spunta e tekstit tim të parë. Një Bujari do të më bëj një këngë për viktimat e 9 janarit. E kishte muzikën e bëme. Domethënë do të punohej me muzikë. Këtë muzikë do të përdori, kishte gjetë një muzikë të që kishte marrë vëllezën e Valia në Kosovë, ishte një muzikë për një këngë dashurie, që për këngë dashurie nuk shkote hiç ajo lloj muzike, se ishte një muzikë tamam për tragjedi, një muzikë e bukur, kështu. Bujari e kishte me atë muzikë do të më shfrytëzoj për këtë këngë. I kishte thënë disa krijuesve që unë s'po ja përmend emrin, deri edhe krijues të njoftën teksteve në Tiranë apo edhe në Shkodër, të cilët nuk i kishin rënë te tekste. Me të qelluar tekstet ashtu siç do të Bujari. Dhe duke diskutuar me një mikun tim Lulzim Bashli, duke diskutuar se kam rënë halse për Lulzim Bashli duke më pas më mik e thotë apo i thotë çfarë çels për tekstin. S'ka shkruar një tekst, po më shkruaj me vargëzutin mirë. Kur mos e zimçels. Ati humoristit për macis madhe, kërë i morë, unë ka tragedi me ba. Jo, thuj, edhe këtë shprejhje të Lulit se harroj kur, një shprejhje brillante që ma ka knat setren, si ma tha. E i ka thanë, thuj se Qazimi është malcor, dhe dhimbjes, malcorët i knojnë më mirë se çdo kusht tjetër. Qytetarët i knojnë mirë dashurisë, luleve, por për me i knu dhimbjes, malcorët janë tipik. Po të më një herë, edhe më thret Bujari mu, më thret, kur më thret Bujari, me ndova, i ka pëlqy humori jonë, edhe po mërë në kënë jashtë shtetit për një koncert Bujari, bu me gacet. Kret një sfer tjetër, po. Kur më thret Bujari, duj tekst. Tekst, të mu, ishtu, edhe të dish se kam këthy këtë për me disa emnat mëllaj. Kjo më bani për mundësit edhe ma tepër, edhe marrën, ma jep jetë thëmë atë diskon me muzikën, po s'ma kanë kërku edhe tjerë, prete s'ta kanë kërku si rahin ato ritpi edhe masat ritmike, s'kan ditë për tirante. Edhe unë e kam marrë dhe kam punu deri në 2 natës. Ishte edhe ajo egoja për me e ba mirë. Edhe e bana mirë, doli është kënga e njoftën që e ka kënu Bujari në sa. Dhe është teksti i parë. Kur ky sukses ke i parë edhe ke direkt me Bujarin, atëherë kjo më bane që me punu edhe tjerë dhe fillova, pastaj në seri, këngët të tani janë ba me 10, nuk mund tam me qina, por shumë me 10 këngë që kam shkru, ashtë sa Agjencia e Spektakleve Buna një në vitin 2017, më dha çmimin tek shkruesi më i mirë i veriut. Edhe një vidin mirë. Nuk dhe ja kam marituaj, po
Desa pa ka dhënë është e ka. Jeni gjithmonë modest dhe kjo më duket se është karakteristike juaja. Në fakt, të vësh 5 komedi në skenën e teatrit Migjeni nuk është pak. Të kujtohet, ke patur vështirë të qash rrugën për të hyrë, sidomos me komedinë e parë, që ka qenë Më vjen mirë që komedia Binjakët. Më vjen mirë që dol me tek kjo temë u rikthyeme përsëri tek kjo temë tek fillimi i komedive, sepse të qash rrugën për me shkrua. Nështë edhe shkruan, po hajde kush qanë për me vun teatrin Migjeni është vështirë, pra teatri Migjeni është një tempull që jo kush do hyn aty se me pjesë. Unë kam pas një fat jashtëzakonshëm që komeditë e mia janë vun teatrin Migjeni. Kur kam qenë në shkollën e mesme teknologjike dhe në Shkodrës dhe u mërësha me aktivitete artistike, me grupin e estradës, me krimtarin teme, me Basha Vjersha, gjanat e tilla, kam pas fatin që në vitet e para shkolla mesme teknologjike u kriju sillimet, u kriju shkolla muzikës dhe në të njëjtin obor shkolle bërnim pushim edhe shkolla jonë edhe shkolla muzikës. Ka qenë edhe konvikte, ja? Edhe po, edhe konvikte. Kam pas shoqëni qysh në atë kohë me mikun tim i cili më mëngon shumë Barsmaja. Të cilin e kam pas shumë shok. Derim, e kemi patur edhe ne drejtor në radio. E kam pas shumë mik. Edhe ta kesh mik njeri shumë mirë. Ta kesh mik qysh në fëmini. Shumë pozitiv. Qysh në fëmini ta njohin krimtarin tonë. E qasim sa bukur e ke bërë të numër kështu. Apo të vine me klarinet që vitaj në për estrada ku unë interpretosha si aktor. Edhe erdi koha që më vonaj në teatr, unë të punu me ushtrin, po që merresha me artin, edhe Barda kam shkru këtë komedinë, shefe, po mire ke po, shefe i këtu, kështu. Edhe 4 komedit janë vunë sken nga i madhi Barsmaja, miku jem që më ngon shumë. Derim për Barda. Edhe në qoftë se tani jam i njoftur në Shkodër për komedit që janë vunë teatrin Migjeni, pa tjetër që merit një mirënjohje e jashtëzakonshme shkon për Bardhin që më ka mbështet shumë, duke e njoftë edhe ai talentin tim bile, nëse mund me thanë, ka patur në një skeptik që ja Qazimi po i vend një nga një, ba dalin dikush tjetër të shkruan më mirë, unë Qazimin, jo se e kam shok, e kam mik, po i shkruan bukur, i kanë bukur, kanë pas pjesë sukses. Kanë për shembull Binjakët, o vajzën o komunën, Kollovari, vllai nga babai, janë këto. Të suksesshme kanë qenë. Megjithatë, mas vitit 2010 pata një periudhë pauze, dhe pranaj më krijoi kënaqësi të jashtëzakonshme, se na, nëse mund ta quajmë vedit artista, na artistat me këtë jetoj me kënaqësinë që me publiku, me dotrokitjet, me fjalët e mira, këtë na ngrohen, edhe rikthimi tashti me komedinë Fergaçaku bëha trem ishte me të vërtet një kënaqësi për mua. Në fakt, siç po thoshit edhe më herët, që në voglin tuaj jeni pas lidhur me skenën, me skenet të improvizuara, më pas me skena prej vërteti, siç ka qenë në konkurimin e shkollave të mesme në komedinë Prefekti, që keni patur rolin kryesor. Në shkollën teknologjike, kohë e largët, por gjithsesi që është një kohë që të jep shumë besim. Më pas në grupe të tjera ju jeni aktivizuar dhe me teatrin Migjeni si aktor në vënien në skenë të 7 Shaljanëve. Po, është 7 Shaljanët, ishte një dramë mjaft e bukur, e shkruar nga Nrek Luca. Dhe keni luajtur Alibegun. Po, Alibegun. Bardhi e ka vënë në skenë, Barsmaja, dhe ishte një dramë që kërkonte aktor shumë. Rreth 28-30 aktorë duket kanë kënë të ajo dramë. Kishte ushtare, kishte turqe, kishte shqiptare, kishte 7 Shaljanë, kishte gazetë. Edhe kërkonte, domethënë, trupa e teatrit nuk e plotësonte numrin e duhur të aktorëve, se më. Edhe Bardhi erdhe dhe më kërkoi që ta bëja këtë një të luaj. Atë e di se ke luajtur në Homor, kështu, po këtu një kështu. Një rol tjetër. Isha në rolin e një turkut. Ishte një pozicion krejt tjetër? Kam kanë këshilltari i vezirit. Këshilltari i vezirit, rol negativ, rol turkut. E bana
Dhe më ka ardhur shumë mirë kur njëri nga aktorët me shumë prevojë të teatrit Migjeni, Bruno Shtaku, ka thënë mas shfaqjes më ka behasu qazhimin. Jam mësu qazhimin me pa me humor dhe kam pa një tip krejt tjetër, si me thënë që e ka nxjerrë. Keni provuar role dramatike? Ja, era pa që provuja role dramatike. Dhe nuk është e fundit, shpresojmë që të keni përsëri aktivizime? Ta shohim. Mirë, në fakt në oborin e vezirit në një në një rol që nuk ka qenë edhe shumë larg pozicionit që ju keni mbajtur në detyrën shtetërore. Ju keni qenë ushtarak? Si keni mundur që ta mbani edhe rolin e ushtarakut, por të keni një aktivizim kaq të madh në skenë? Është interesant se të gjithë ata që njohin nga prej artit ose prej skenës, mendojnë që ky qazim edhe disa edhe shprehin, ose ka qenë në konë mësues, ose ka qenë përgjegjës kulturët në konë në kooperative. Në fakt nuk është asnjëherë as tjetër, unë kam qenë ushtarak, specialist në ushtri, dhe më thënë radiotelegrafist me tasto dhe me kështu. Po, në gjithësësi keni bërë një jetë ushtarake. Po, një jetë ushtarake, për kohën nuk kam kohëm, se ushtarak në kena pas, për kohën kena pas pagesen jo të keqe, se më thënë kena pagu më mirë. Ushtria nuk më ka pengu mu që të merrem me aktivitete ushtarake, madje kur ishim në shkollë në Tiranë për këtë zenat, për radio teknik, si më thënë, për radio në lidhës, se radioteknika si dhe gjanë nga të roba, jam aktivizuar dhe me estradin e ushtarit, dhe për nash me estradin e ushtarit me Roland Trebickën, me Koqo Devole, dhe me ata ishte knatësi. Me gjithse, unë isha i ri atje mu, moderator më vendosin, të kanë djali i ri. Gjithsesi i ke marrë ndikimet. Po. Në fakt, gjatë jetës së skenës, keni patur ndonjë trajner, po e quaj kështu me një term sportiv, që ju ka ndikuar në rolet tuaja, ju ka mësuar? Kam kalu në për dur shumë, për thejmë më në shprejhen, në për dur shumë trajnerës. Në kuptimin që, si që thotë, në fillim trajnerët e mi të parë kanë vllai, motra, në fillim në fëminis, pastaj në shkollën e mesme, mësusat, kujtoj këto një mësus mjaft të dhonë mas artit, nuk jetën ma shoqërisë Elhanit, cilin e kujtoj me nostalgji. Kujtoj edhe nuk jeton në Velirada, një aktor i mrekullueshëm me ardhën prej Tiranës në Shkodër. Ai vuri prefektin. Prefektin. Edhe ishte interesant që kur kam vu prefektin, kam një kujtim të mrekullueshëm që mas shfaqjes, kryetar jurijet i juris ishte i malli Serafin Fanko, edhe mas shfaqjes ashtë shpreh për mu kështu. Ka thënë, kjo shkolla teknologjike ka pas rahat se i ka nxënësit nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe i ka marrë, ja, kjo vajza ishte nga Durrësi, më thatë kjo që lute rolin e gruas së prefektit. Kjo, nësa këtë djali nga Fieri, më thënë, edhe kjo e ka aktori kryesor, duhet jetë ose nga Tirana, kështu, kush aktori kryesor i kanë thënë? Kjo qëzim qile, kjo është Malcuri Malcis Madhe. Kush ma Malcuri Malcis Madhe? Kjo aktori kryesor që lëtë prefektin Malcuri Malcis e në habit, sepse a më ka mytë mu velia për me mësu Tiranë që ne vjetër, sikur të mëndë si e kishte roli dhe asë realizu mirë. Edhe Bile Serafini ka pas thënë ma vorë kam ardhë me të një gjuhë ty, mas shfaqesh kur komunikoshe me vëllain edhe me familjen si të liqë. Ashtë e vërtet që ti ishe i zonës sonë. Qazim, fakt jeta të ka sjellë shumë aktivitet. Unë do të ashtoja nga vetja ime dhe shumë pozitivitet. Sepse gjithmonë keni pasur dëshirë, ju ka ecur mbar, keni krijuar dhe grupin Gazë Maraz me Gackodrinën, një bashkëpunim i gjatë që vazhdon ende. Ku qëndron sekreti i këtij bashkëpunimi të gjatë, e kësaj marrëdhënie? Jena, po, bashkëpunimi është i gjatë, ne na lidh qish në të dyshin, nuk e di sa vite takon. Me grupin e Feus të marrë të pësuar për atë gjepe dhe pastaj mas viteve të ndryshimit të
sistemeve, kena vazhdu prap me grupin Gazemaras, kena bën sofrat e koplikut, sofrat e bojës, logun e bjeshve, aktivitetet që kishte atë kohë malësia e madhe, dhe më vonë na erdhi mirë kur u pëlqyem dhe na morën edhe në Shkodër, më thënë arrit më futë edhe në qytet në sofrat shkodrane, në aktivitetet teatrit dhe është do të thoja unë çelësi i suksesit tonë është se ne komunikojmë mirë, shkojmë mirë dhe secili kryen atë detyrën e vet. Detyrën e vet do të thosha në këtë drejtim. Gaci nuk pretendon me kanë krijues, materialet i shkruaj unë, edhe e shkruan çokun e herë, edhe ai po për vetë tipin që ka unë jam si krijues edhe si regjisor i grupit, si më thënë, por e venosi shumicën e rasteve venosi atë aktor të parë për vetë tipin që ka dhe unë më tepër jam mbështetës, po kjo nuk ndodh gjithmonë, nganjëherë kaloj edhe unë aktori i parë, edhe ai mund të krijojë në ndonjë gjë. Domethënë secili e di pozicionin ton dhe suksesi është i përbashkët. Kur kanë qesh për njërin, kanë qesh edhe për tjetrin. Kur ka sukses njëri, ka sukses edhe tjetri. Keni një jetë të pasur, madje edhe keni bërë edhe turne jashtë vendit? Kena bërë turne të shumt jashtë vendit, po thuj Europën e kena shëtit në shqiptarin, domethënë atje ku ka shqiptar, në diaspor. Edhe kena kanë mjaft të suksesshëm. Na kanë prit mjaft mirë, bile na vjen mirë kur në një shfaqje në Rom, mos gabohem, po jo në Rom, ka qenë vërtet, na vinë dhe na komplimentojnë për humorin që bëme, dy gra me vajzat e tyne ishin me të vërtet të kënaqura, të qeshme, të harishme, edhe na thanë, ne keni kënaqur, jeni mjaft mirë me gjuhën e jugut, të vole ta. Ju kërë kënaqur, për prekajnë e prej vlonit e prej lushit e prej nuk ishin të, se ne adishim suksesin që kishim të komuniteti jonë. Po, verjar. Por derisa pas kanë pas sukses edhe për komunitetin e jugut, kjo na i rrit edhe më tepër vlerat. Ja u kuptojmë, bile në mënyrën si flitni ju na pëlqeni edhe më tepër. Kanë shumë dëshirë kur dëgjojnë të folmen tonë verjare. Po. Në fakt, Qazim, gjithë ky aktivitet natyrisht ka kërkuar punë, këmbgulje, mundim, emocione, diçka që ju ka shoqëruar për gjatë gjithë kohës. Në fakt, sa me humor është Qazimi jashtë skenës, jashtë këtyre detyrave që ju keni? Nuk e di, familje, në shoqëri. Këta mund ta thonë të tjerët që rrinë me mu, por njerëzit ndryshojnë, nështë humori i skenës me humorin e jetës është tjetër gjë. Ka mjaft njerëz që në jetë janë shumë humorista dhe të kënaqin. Dhe në skenë nuk arrin të japin sepse skena ka atë ka emocionet, ka atë gjëra të cilat ne nga viti kemi surpërtuar dhe kemi kriju vetbesimin e para kamerave, para publikut, para ndërsa njerëz të tillë humorist me thënie të bukura, me shprehje të bukura që u buron humori, kërkesa të dush, po thuj në Malësi, po edhe në Shkodër, në për lagja, po thuj çdo lagja, po çdo fshat ka atë, po ata malësorëshe, ka atë hokatarin e vetë, si me thënë, që i bën hoka, që thot fjalë të bukura, që i bën humor të bukur. Në fakt, njihen në Shkodër, njerëzit në Shkodër kanë humor, nxjerrin barcaleta. Bile shpesh herë, ne që jemi më të kualifikuar në të fushë dhe që kemi vite që jemi marrë, ju në qofë se mund të them në trojza, ju a vjedhim ndonjë batut apo ndonjë thënie të tyre dhe e nxjerrim në skenë dhe kena sukses. Më kujtohet një herë me firmen për Lat Rezhepi. Ishte një person aty, ishte me shumë humor. Ai nuk ishte humorist për skenën, pa ama thonë të qëra të bukura. Thot për, ishte një djalë pak si me të meta menore që kishte hyp një qershia dhe po hate qershia, ky ishte roja i qershiave. Ulu për prej qershiet, ulu, i thuj do gratë, lene, asi betit, e i marrë është ju, me kene i marrë kështë hyp në salë nga maj,
Zërtar batuta është bukur. Ka batuta dhe ju me njëherë. Po, në fakt, çfarë ka ndjerë, çfarë ka mbjell në jetën tuaj i gjithë ky aktivitet, humori, si u ka ndjekur në gjendjen tuaj shpirtërore? Kënaqësia është zakonshme, është sidomos një kënaqësi kur njerëzit të komplimentojnë, kur të flasin mirë për humorin, kur shohin një numër për një dhe sa bukur e bëre këtë, apo sa bukur e bëre këtë, po edhe kur të bëjnë ndonjë kritik për si të shërbejnë. Në fakt unë rri tek mendimi që humoristët janë bamirës të mëdhenj, sepse të bësh një publik të qeshur do të thotë ti shtosh jetën, ti ngjallësh një emocion të fort pozitiv edhe ta bësh të ndjesh mirë. Apo jo, është një rol shumë i bukur roli i humoristit, bamirës. Shumë i bukur. Unë kam një kënaqësi këto 2 vitet e fundit, për shembull, se është e vërtetë që në mjaft koncerte na shkojmë, marrim pjesë, na thrasin menaxherë të ndryshëm, edhe na paguajnë. Edhe nuk është se nga arti nuk kemi pas edhe përfitime financiar, por amba kur na është kërkuar ne kena shkuar edhe për bamirësi. Për kënaqësi. Në vitet e fundit kena shku 2 herë për vitet të ri që bëshin një mbrëmje për vitet të ri të shtëpia e pleqëve në Shkodër. Dhe kam një kënaqësi të jashtëzakonshme kur i kënaqen ata pleq, kur qeshin me humorin tan, kur të presin shumë mirë, është kënaqësi e jashtëzakonshme. Pas Afrika Caku bëhet trim, keni ndonjë mendim, ndonjë vepër në dorë, ndonjë diçka, sepse sot më shumë jemi ndalur te krimtaria juaj, Qazim, jo shumë të interpretimet, sepse aty më bën shumë përshtypje. Krimtaria. Te krimtaria, po me ta thonë drejtën, nëse nuk zbuloj në sekret, edhe mu kur më përmenin krimtarin, e kur më thonë krijues apo shkrimtar, se shkrimtar a fjalë e madhe, po e një vedin më mirë se sa më thonë për aktor, si më thonë. Tani edhe i bëmë do vite, jam 64 vjeç. Paç shëndet e jetë të gjatë. Se na me shkojë të tregojmë moshën, nuk jena si për ju. Nuk ka ndonjë gjë, nuk e ka problem. Edhe projekte të reja kena, unë shpresoj se në vjesht të dorëzoj edhe një komedi tjetër, ta shohim. Punon çdo ditë, apo është, si thuash, me dellin e krijimtarisë? Po, kjo është me dellin e krijimtarisë, kjo puna e krijimit humorit. Humorit do të më shkru me zgjedh grimca, fabla humoristike, gjëra për më. Nësa përsa takon teksteve të këngëve, të klemte, këta edhe po s'deshte për më shkru i këna këngëtar që në nëzishin. Për shembull, tani kohët e fundit, dje, sot do të përëm përsëri, kam një bashkëpunim me Alma Velen dhe Shpëtim Saraqin, janë të dy në Amerikë, më kanë kontaktu nga Amerika, ju kam bërë një tekst të cilin duhet me au pa prapë në gjona të vogla dhe në fakt ngulmoni që të prezentohen edhe ju si tekst shkrues, sepse shpesh ne themi kënga filanit dhe nuk dim që pas atij emri janë edhe emra të tjerë që duhen përmendur. Po, tekst shkrueset nuk përmenden në aq, po së qoftë ke kënaqësi kur e niqën këngën ose vargjet e tua që këndohen nga këngëtar cilësor. Këngëtarët e Shkodrës, pothuajse të gjithë këngëtarët e Shkodrës kanë me tekstet e mia që kanë kënuar, e fillu me Pojarin, Adnan Balën, Mukates Çangën, Vjosa Lukën, te Vjosa Luka ka me këngë shumë bukur Nuse Dola, te Alma Vela, të tanë këngëtarët, sidomos edhe këngëtarët e zonës së Malëcisë e të tjerë, këngëtarët e Trevës, Dugaxhinit. Gjatë kësaj bisede, Qazim, më bëri përshtypje krijimtaria juaj e bollshme, përveç aktivitetit si aktor, i cili njihet pak më shumë, ta themi kështu. Ndërsa krijimtaria e bollshme në komedi, në skenë, në skeçe, në libra dhe në tekste këngësh është më pak e zbuluar. Unë vërtet ndjeva kënaqësi që u ndalëm te kjo fushë dhe natyrisht të uroj shumë sukses. Është diçka shumë e bukur që të lësh gjurmën tënde me krijimtarinë.
vetëm diçka jam e pa kënaqur prej jush. Pse? Nuk ma dhat fjallën një herë për të interpretuar diçka. Unë kam përgatit disa vjasha të shkurta humoristike. Është shumë e Ka e drejtë. shkurta. Po kjo është magjike. Kjo është e mrekullueshme. Unë me njëherë kërkoj ndjesë dhe mikrofoni është për ju. Diskutume për këngëtarët, edhe pa fillojmë me ta, sepse shumë këngëtar i vlerësojnë shumë. Filani është bil, pa filani e bil, ky e bil, ne i kanë bërë tonë këngëtarët e Shqipërisë bilbyla. Në lidhje me këta unë kam një fabull, ankohet bilbyli. Pa ta dëgjojmë. Kam menduar se bilbil jam vetëm unë, po vrej se bilbilat janë shtuar shumë. Bilbila po i thrasin disa këngëtar, edhe disa të tjerë bilbilat pa par, bilbil në Kosovë e bilbil në Shqipëri, bilbil në jug e bilbil në veri. Një vajzë këngëtare gjysmë zhvesh, njerëzia po thrasin bilbilesh. Nuk bëhet fjalë për të tjera shpen. Vetëm bilbila është mush ky vend, e me që bilbilat janë shtuar kaq tepër, mua më gjeni një emën tjetër. Se po ja u them me dorë në zemër, më është mërzitur tashmë ky emër. Sa e bukur. Ja pra, përveç humor që godet, natyrisht. Kjo është dera e tij. Është një krim tjetër. Po, një krim tjetër. Gjithë jemi bën rob të Facebookut. Zjarrim fotografia, botojmë status, e fjallë jena bo tonë të menshëm me thonë vjasha, jena bo poet tonë në Facebook, edhe presim atër masi postojmë diçka, presim... Gjitha ta koment. Pa në banë kush like, kush dhe sa vit në kanë bo like. Në vdis baba, që t'i lejmëroj njerëzit marrë për shpejt, ma me ngot, tha dikush, po postojmë live në Facebook. Ka i koha e letres në shtyllë, në Facebook, njerëzia janë mëllë. Pa kaluar mirë një orë, kur u fut vajza me laptop në dorë. Na kanë ardha me 10 like, nga kushrit, tezet e dajt. Like? Do të thot like, pyeta unë me nxitim. Like mor bab, do të thot pëlqim. Pëlqim? Ho, bota mrapsht, i hell do hapa. Teknologjia, gjoja ka ecë lartë. Ne të shkretve në diç baba, e dënjoja në ban like. Pse s'na thoni Shqip, ore miq, na pëlqen që baba u vdiq. Mushtime ju forcoft zoti e qoshi vet e u rroft laptopi. Tamam, shumë e bukur. Vërtet në të tilla raste ajo like është krejt e papranueshme, apo jo? Një tjetër. Kishte vite që në graj, më lutej derri me e thirë daj. Pero në veshin nuk ja vuna, deri sa dit ngushtë zuna, dhe nga halë jonë pastaj, shkova e thira derrit daj. Pa dini ju se kur venosa unë me nërëshku tip, nuk më prenoj derri për nip. Pse i thash po ma bërë këtë punë? Më janë bën tha nipa shumë. Shumë e bukur. A në bosh me ja? Shumë të bukura. Unë besoj se edhe dëgjuesit që në ndjekin në këto momente, vërtet kanë një ndjesi shumë pozitive dhe shumë të këndshme. Po të shfletojmë librat, krimtarin janë të shumta, ne do të rrim me kohë të tëra këtu, por gjithsesi ky ishte një takim shumë i këndshëm, të paktën për mua, po besoj se edhe për dëgjuesit, qësim të falenderoj shumë. Por njëkohësisht të uroj me zemër të keni suksese gjithmonë. Suksese aty ku ju e ndjeni veten më mirë, tek të shkruarit dhe të interpretimi. Faleminderit. I paqje të gjatë dhe mbarësi edhe në familje, me bashorten, me djalin dhe 2 vajzat, nipërit tuaj, por edhe në jetën e skenës. Më vjen shumë mirë që ishi sot këtu. Ishte shumë kënaqësi, jeni vendin shumë mirë në studion tuaj. Dhe shpresoj se do të vi prapë. Po, patjetër, unë gjithmonë i ftoj njerëzit që sjellin gjëra të reja. Ju tha që nga shtatori do të kem diçka tjetër,
ftesën e keni që tani. Faleminderit, se knasi. Faleminderit Qazim, suksese gjithmonë dhe mbarësi.